Mendoj që në procesin e finalizimit të shtetësisë dhe të integrimit të ndërkombëtar, ne do kemi probleme dhe ju e keni pa shumë mirë çfarë na ka ndodhur me Këshillin e Evropës. Në momentin që qeveria dha tokën manastirit të Deçanit, menjëherë lindi ideja që jo duhet ta bëni edhe draftin. Dhe nëse në vitin 2007 ne kemi pa një Rusi dhe një Kinë që e ka pengu planin Ahtisarit për të kalu në Këshillin e Sigurimit. Në vitin 2024 kemi pa Gjermaninë, Francën, Italinë, që nuk po e lejojnë Kosovën, do më thënë bëhet pjesë e bëhet pjesë e Këshillit të Evropës. Natyrisht përgjegjësitë janë edhe tona. Ne jemi vonuar në garat, në ato përçare të mbrëmshme, në ato rivalitetet, në ato ngërçe që kemi krijuar me arsye pa arsye, tash mund t'i kërkojmë fajtor. Për fakti që tani kemi lajme që Amerika po heq dorë gjithnjë më shumë nga Evropa, nga rajoni. Kjo nuk është një lajm i mirë dhe kjo tregon që ne jemi vonuar për ta mbyll procesin e dialogut të Brukselit, sepse qëndrimi i BE-s neutral e dëmton Kosovën dhe e favorizon Serbinë. Kjo është e qartë dhe duhet ta dinë të gjithë fakto. Dhe unë kur i dëgjoj nganjëherë politikanët, kudo që ndoshta me të gjitha krave, kur thënë me rrit mirëbesimin me Bashkimin Evropian, nuk është çështja e rritjes së mirëbesimit, është çështja e ridefinimit të relacioneve, pozicionit. Dhe pa ja bërë qartë Bashkimit Evropian që si ndërmjetësues ti nuk mund të mbash një qëndrim asnjës i cili dëmton Kosovën, sepse kjo tingëllon hipokrizi. Dhe ne kur i kemi gjithë këtë spektër të gjërave dhe të prioriteteve, unë mendoj që ky komoditeti, pastaj ajo telenovela ku del një qytetar bën llogarit për paga, tjetri thot një fjanga, domethënë tregon që sa i quani telenovela? Ne tregon që po normalizohemi me një gjendje jo normale. Po pse e quani telenovelë një gjë të tillë? Po ndëgjoj, nuk është çështja e një avokati për me dalë për me mbyll derën me fjanga. Është çështja që partitë politike duhet të demonstrojnë guxim, vendosmëri. Në rast se nuk e bëjnë një gjë të tillë, atëherë është edhe drejt qytetare të marrin aksione. Atëherë mund të ketë një demonstrim kështu qytetar, po me një fjangë me ato gjëra, unë besoj që nuk adresohen këtë çështje. Dhe megjithatë, nëse njerëzit në politikë nuk e kanë vokacion interesin e Kosovës, po kalkulimet politike, atëherë ne do shkojmë kështu pa kufi, por unë mendoj që kjo e dobëson pozicionin në fund ditës. Ne pastaj do të jemi humbës të gjithë. Do t'ju këshini që të kthehemi paksa dhe tek zhvillimet e ditës së sotme, edhe sot, siç tashmë ditë, ka qenë edhe një seancë tjetër e dështuar, duke quar kështu numrin total në 27 seanca të dështuara. Ajo që duat ndalim në fakt, kanë qenë edhe deklaratat e eksponentëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët tashmë në farë forme kanë folur edhe për pjesën e kandidatëve për nënkryetar nga partitë e tjera politike, duke përmendur vetëm dy emra të PDK-s, ndërsa për LDK-n ka thënë se do vendosëm në farë forme reciprocitet, duke mos ia votuar asnjëri kandidat, siç ka thënë LDK-ja për lëvizjen vetëvendosje. Si po i shihni tani më këto deklarime të kësaj partie politike? Ja, atëherë do më thonë kjo tregon të që... Apo thellohet edhe më tej, ndoshta inati politik. Pastaj ti këtë ma në zgjedhje. Sepse nëse hemi këtë pozicione, kaq konfrontuese, dhe kur nuk jep në perspektivë mundësinë e një kompromisi dhe demokracia këto rregulla i ka, këto ligje, këto norma i ka, që ti dush me negociu, me bë kompromis. Dhe ne nëse barrikadohemi kaq shumë, më shumë se sa në shtanë kur negocioj me bashkësinë ndërkombëtare. Kjo në fund na krijon mitin e herojve të malësisë me lahut atje, po na e dëmton pozicionin tonë. Dhe në gjitha proceset, megjithatë dikush me numra më pak, dikush më shumë